Si të hiqni lëkurën e vdekur nga këmbët në mënyrë të sigurt dhe natyrale. Lëkura e vdekur në këmbë është një dukuri e zakonshme që mund të shkaktojë parehati, kruarje dhe pamje të pakëndshme. Kjo ndodh zakonisht si pasojë e presionit të vazhdueshëm, mungesës së lagështisë ose kujdesit të pamjaftueshëm ndaj lëkurës. Për fat të mirë, ka disa mënyra të thjeshta dhe natyrale që mund të përdorni në kushte shtëpie për ta trajtuar këtë problem në mënyrë të sigurt dhe efektive. Lagemi e këmbëve në ujë të ngrohtë. Mbani këmbët në ujë të ngrohtë për rreth 15 deri në 20 minuta. Kjo ndihmon në zbutjen e lëkurës së vdekur, duke e bërë më të lehtë largimin e saj. Përdorimi i gurit të pemës. Pas lagjes, përdorni një gur të veçantë për këmbë, për të fërkuar butësisht zonat me lëkurë të trashur apo të fortë. Mos fërkoni me forcë, pasi kjo mund të dëmtojë lëkurën e shëndetshme. Ujë me krip natyrale ose krip për banje. Shtoni pak krip natyrale në ujë për të ndihmuar në pastrimin e lëkurës dhe zbutjen e saj. Ky trajtim është shumë i dobishëm sidomos për këmbët që janë shumë të thata dhe të plasaritura. Përdorimi i miellit të tërshërës. Përzieni miell të tërshërës me pak ujë për të krijuar një pastë. Aplikojeni në këmbë dhe masazhojeni me lëvizje rrethore për disa minuta. Ky trajtim natyral ndihmon në heqjen e qelizave të vdekura dhe në zbutjen e lëkurës. Hidratimi pas trajtimit. Pas çdo trajtimi, është shumë e rëndësishme të aplikoni një krem lagështues ose vaj natyral si vaji i ullirit apo ai i kokosit. Kjo ndihmon në mbajtjen e lagështisë në lëkurë dhe parandalon tharjen e saj përsëri. Kujdes me përdorimin e mjeteve të mprehta. Mos përdorni brisk apo thik për të prerë lëkurën e fortë, pasi kjo mund të shkaktojë plag, gjakderdhje ose infeksion. Nëse gjendja është e rëndë, këshillohet të kërkoni ndihmë nga një specialist i kujdesit për këmbët. Përfundim. Kujdesi i rregullt për këmbët është një pjesë e rëndësishme e higjienës dhe shëndetit të përgjithshëm. Heqja e lëkurës së vdekur nuk kërkon produkte të shtrenjta apo kimikate, por vetëm pak përkushtim dhe përdorim të metodave natyrale. Nëse problemet vazhdojnë ose përkeqësohen, është e nevojshme të konsultoheni me një mjek. Kujdesuni për këmbët tuaja, ato ju mbajnë çdo ditë.